Mirita, si jeni? Në këtë video du i të regoj për përvojën time të parë. Kjo ishte një eksperiencë shumë e çuditshme për mua. Kjo më ndodhi mu para kur isha ke mosha 25, 26, 27, nuk jam 100% i sigurt. Po në këtë kohë unë po banoja në Norvegji. Edhe isha në shtëpinë time, isha shtrin divan. Edhe kisha gruan afër. Edhe përja i fokusum, po fokusohesha në gjendjen prezente, që në herë ku e shef murin, kota, kupton? Edhe si ku përshqipja murin, po si ku ndodh të diçka, unë po fokusoja aty me kohë, si ku përshqipja. Do s'doti, masi kohë, filloi një farë energjie, aja ishte kështu drita të vogla, që po nizeshin edhe po fikeshin. Ishte si tip rrymë aja kështu, si tip, edhe po vinte si tip re, si reja. Edhe po vinte si tip, edhe po ikte poshtë në altë, edhe ato dritat po fikeshin, po nizeshin, ishte ke ja 50 drita të vogla. Edhe unë i pashto, si ku tole nga muri, edhe po vishin nga ke divani, ke kamët e mija, në shasht 3 kamët, a kupton? Edhe u për shofte, çuditë, tashun që është kjo, tashun për kuptova që kjo është një gjë normale, a kupton? Kjo është një diçka shumë e ndryshme, që s'kam pa ndonjëherë, a kupton? Edhe si më erdhi, si po vinte kjo dal nga dal, mu afru ke kamët. Ishte si dizëllonja, i ke pa ato drita ndarkët që nizën e fiken, komplet ashtu ishte, po ishte në drita. Kjo ishte diçka, unë s'kam pa ndonjëherë kështu. Edhe mu afru ke kamët. Edhe kamët sikur mu ftofën. U ba shumë ftofët, tashun që bëhet shumë, tashun vup, edhe sikur mu fut në trup kjo mu, edhe në atë moment si kjo mu fut ma thellë mu në trup, unë shpirti im doli jashtë nga trupi. Po ishte një gjë shumë natyrale, nuk ishte gjë e frikshme, ishte shumë gjë naturalishte, shumë e bukur, e ndjeva vetëm fantastik. Dola me shpirtin unë, edhe mu hapi far ekrani mu. Unë përshifja një burr që po vinte, ishte me i farë kështu, me i farë tokë, me gruri. E ke pa filmin Gladiator, kur vjen shtëpia ai që e kapat e gruni kështu, fillon e kanga. Taro la la, tani nani. Fillon kjo kanga, ishte komplet i soj ai veni, si ajo ara aty. Për ju që e keni pa këtë film me Gladiatorin, kur vjen ai që i kam va gruan e fëmin. Edhe ku e kapat ai që e kanë ndër. Nese, ishte i far are me gruan, edhe unë e pashi burr, ai ishte ke 60 e ca, kishte i far kapuç kështu që shumajnë këto pleqt. Edhe ai po heste ke toka poshtë. Ishte një far kështu rruga aty kur heste ai poshtë, edhe do të kthehesh poshtë, edhe këtu ke ara ime, sikur vite si tip malja, si tip kodre. Duke ecë ai erdhi këtu me ke ara, edhe i takoi dy njerëz tjerë që ishin aty që po punoshin me grunin dhe me ato që kemi pas përpara ne që i prishin gruan. Edhe kjo e pashëm këtë, e i takova këto dy. Ky njeriu që i pash unë, ky isha una.
që kuptoj unë nga kjo që po e shifja, unë që po e shifja me sytë e mi, nga shpirti im, po thuj si po ta tregon Zoti diçka, të ka ardhur Zoti me të ka hyrë në trupin me po tregon një farë jetë që kam pasur unë përpara. Edhe unë i takova këto dy, edhe unë e ndjeva vetëm, unë isha ky burri. Në atë jetë, që ishte përpara kësaj jete këtu, jeta përpara kësaj, pa mërmenja. Edhe sikur kompletet tokat ishin të mijat, edhe ne kishim shumë respekt për njëri tjetrin, unë dhe punëtorët. Edhe unë po e shife këto nga si tip kinemaje, se u hapë si fa kinemaje, dhe unë po e shife këta që pëndohë, s'ku ishe incizume në video, si tip filmi. A këpëton? Ishte registrume. Edhe erda prapë ke shpirti unë. E kuptova unë direkt, që kjo s'është gjë natyrale, kjo është... Edhe kjo që pashun, wow, u çudita fare. Unë s'kam pa në shumë, unë s'kam eksperiencu në shumë, kështu ishe vetë nga për filma. Mu i kje për më delë kjo jeta këtu, thash qa është kjo ta shumë, qysh. Për të njëjtën kohë në kuptova që kjo ka të bëjë me Zotin. Kjo është, nuk është kjo nga kjo bota këtu, kjo është diçka tjetër. E kuptova edhe për ndija vetën, fantastik fare. Tash çfarë është kjo energji kaq e dashur, kaq e mirë, edhe unë ndi vetën me kaq mirë, edhe unë me e kishe një përvojë, një eksperiencë me Zotin, që më ka tregu shpirti timi me një jetë që unë e kam jetu për para kësaj tjetër që petoj me. Edhe unë shmejnë e fare, thash, wow, thash, çfarë është kjo tash unë? Edhe kuptova atë njëjtën mënyrë që kjo është puna e Zotit. Edhe kur e kuptova, i thash vetes me, okay. O Zot, thash me, e du se në atë kohë nuk isha si gjë, unë isha një gjendje shumë i varfër. Jo shumë i varfër, por nuk kisha pak jetën e vështirë, a kupton, merja rrogën, maron të rroga, në herë s'kisha rrogë, a kupton? Edhe, tash, me herë tash, o Zot, tash unë du i shtëpi bukur i me që po më tregon të gjana të emuna, i me, ashtu kisha menjën atë kohën, a kupton? Normalisht, tash qa, unë kapa me Zotin i me tash, unë hajme, tash unë bajmë në lekë, a kupton? O Zot, tash unë ma tërgo, du i shtëpi tash unë, du i maqinë shumë bukur, maqinë e du këshu, tash unë, tamam. Bjup prap dole prap nga trupi. A ke pate filmin me Aladinin edhe me atë gjinin, ku i thot ai i shpërbleu në dëshirat. Ishte ashtu, me... E fërkon atë lampën, ai del ai thot çfarë dëshire ke, du ka ish lek, ja ku e ke lekët, du këte, ja ku e ke. Ishte ashtu. Për kjo ishte në të vërtet, jo në film. Bjup dola unë për herën e dytë. Edhe, e pash këtë shtëpinë e bukur, çfarë shtëpie ishte apo ja? Fantastike. Që të gjitha të bukura, vile bukur e madhe me gjitha të dhoma, edhe ta, Zoti ta, shqipe ta. U që ditë që po bëja këtë eksperiencë për herë të parë, jo ma të shofë dhe të gjana të tjera, unë tha, me ja ime dhe çfarë është kjo, tash, a ka s'po përpuja, unë po mi, unë po ndi vetëm fantastik, se kam ndi vetëm ka shmi në ajerë një jetime, që kështu vazhdo, unë s'po pengoja, ka pëton, nuk po prish punë. Pje ma shpinë dhe mashinë gjithë të gjana që du una, edhe lekët, edhe milionat, edhe miliardat, unë tu isha, këshua mëstu shqiptari e vla, ka vuj shqiptari, a këpëton? Edhe, ma të regoj shpinë, u përshqipja shpinë, edhe si për ikte filmi, prap, njëtës ku isha në kinema, po isha vetëm unë, po ishte gjitha gjanat, edhe fillo kjo shpia një po kalvesh. Edhe unë e kuptova direkt, që po të regon të i me kjo Zoti, po thuj,
në i farë kuptim telepatie me menje që shive shpinë. Shive sa bukur është, i me shipe. Kjo është vetëm një ilusion që duke ty me se ti përshef të Hollywoodat të gjanat edhe tu ka shpif meja e me dhe ti do të shpinë e bukur si punë tyreve, se kështu të kanë thënë këto. A kupton? Po nuk është për shpinë që jeti këtu. Okej, vazhdo. E shifi me ke shpinë me që duke të bukur ty, shifi me. Sikur maroj ajeri që është sikur s'kishte ajër edhe shtëpia sikur u kalb. E ke pa ndonjëherë ku për shembull ku i shtëpi nuk banon njeriu aty sot kohë dhe kalbet shtëpia ani. U kalb kompleta e vila, u duk aq e keqe si gjë vdekme. Edhe sikur po thotë këtë për një shefti, ti po duket si kjo sikur gjë vdekme. Kjo është gjë vdekme. Kjo nuk është ajo që kërkon ti në jetë. Nuk është ajo, ti je shumë më i madh se këto gjërat e kota që e humb ti kohën. A kupton, dashuria, atë dashurinë që po ndijon, kjo është ajo vlera, edhe unë e kuptova aty për aty tash unë, o zot tash, na fal. Po i shofi me këto janë gjëra që unë i di, po që i kam harru, që ti po më kujton mua me, në këtë mënyrë që kjo po ndodh, që unë se kam eksperiencu, a kupton? Pop, erdhe prap këtë trupi. Po, kjo është pak e çuditshme. Ku jam aty duket se kam qenë aty shumë kohë, po nga këtu po duket se ku jam vetëm sekonda. Sigur atje për shembull, sikur koha ndryshon pak nga këtu dhe atje. Po është shumë vërtet, është kështu, ma e vërtet se po të shofun ty këtu i me në kamerë. Aq ma shumë e vërtet është. Zdi që ta them ndryshe. Edhe kur erdha mrapa unë është e çuditshme, unë e kisha grun këtu afër, i thash, thash unë. Unë nuk du as shtëpi, as maqinë, unë e kuptova me çfarë është kjo, a kupton? Çfarë është eksperiencia e kush jam unë, nuk është jeta për këtë gjanat, a kupton? Ajo s'merrte vesh fare që po pisja unë për çfarë kisha, unë pa e kuptonte që diçka po ndodhte për mua. Edhe si ja thash unë këtë muhabetin, gruas time, pshuk, për herë të tretë prap dola me shpirtin jashtë nga trupi. Të njëjtën kohë. Nuk ikën shumë sekonda para herës dytë, kjo është hera treti me. Dalë jashtë nga trupi me, i me më përshkoj jo të përparshmen, jo i me në prezentën, po përshkoj në të ardhmen, shumë vite për para. Edhe këtu i me, unë isha fut i me mendja ime, shpirti im, isha fut mëna ke trupi robotit. Edhe isha me i farë këshu si tip, si shem në filma kur janë këto futën mëna që i bajnë të robotat e gjana të shumë që vendi madh. Isha me i farë vendi si puna atit, unë isha robot, kisha edhe njerëz tjerë aty, kisha lloj. Unë isha çuditshëm pse unë jam mëna atit robotit edhe jam unë. E një vetën, për shoh vetën që jam unë mëna ke ky roboti. Edhe u çuditë tash unë, ç'ne? Edhe shif unë e kam një fëmijë robot vogël tu afër meje. Ky është fëmia ime. Ose ku di unë, unë kisha, si ku isha unë baba atit, m'dukesh. Çudi, po nese. E kisha këtë fëmijën këtu i me ona, edhe e pash unë ashensorin aty matan, edhe pike unë ka ashensori, si afrova ka ashensori unë, duke hec, fillove me tikje nalt,
se ti për robotin më dole flaka nga kamot, po i ke nga dalë, me fëmin ke dorë, edhe fëmin kishe dritë, edhe fëmija ishe robot, kishe dritë poshtë ke kamot. Shkum të dyne, u futëm kanë shensori, edhe u ktheva mrap shumë. Edhe kur u ktheva, e kuptova që kjo është për para, po edhe s'dija qyshta trajtoja, çdo me thënë këto gjana, se kjo është i met, po shkoj me shpirtin, trupi po mpret këtu, ky trupi fizik, po shpirti që është mrena për mrena, që është pothuajse zemra, shpirti del, është ajo vetdia jote. Del atje edhe kështu që jam unë me ty me, unë ashtu jam atje me tanë. Po se kam trupin me vete. Pak e çuditshme, po është shumë gjë e thjeshtë ku je aty. Nëse me vitet që kanë kaluar me, e kam parë me këto, kjo në atë kohë që kisha unë këtë, nuk kishin s'po njëri për AI edhe chat GPT në këto gjëra. Të artificial inteligencat. Nuk po flisin një pat kohë për të gjanat. Edhe unë me përshof që kjo mund t'jetë diçka që mund t'a baj në kohën e ardhme. Kjo ka baj shumë vite përpara. Ashtu si e kuptoj unë, si e kuptova unë këtë, se e kanë kuptuar me, se kjo është një gjë natyrale që shkon nga i vend te i vend tjetër, për shembull. Kemi jetu këtë trupi, kështë disa mijëra vet, me mijëra vjet, edhe në të ardhmen mund të futemi edhe në për robota, sa s'ka të baj. Si e ke trupi fizik, ose si ke robot që i ban gjitha gjana që i ban trupi, kur nuk e dhimbje, smunje, gjana ashtu, po je prap ti që e fut me ke roboti, i me po i shoh robotat që po dalin me, edhe kjo është diçka që mund bëhet në kohën e ardhme. Po pra, këto janë experience, të treja. Edhe unë atë kohë isha një gjendje me shumë probleme ekonomike, me menje, me trup, isha i lodhur, isha shumë negativ. Gjitha gjërat, a kupton, edhe unë harrova këtë me kohën. Edhe do zoti filloi gruaja ime, se unë s'dija gjëra për të gjërat, unë s'dija ç'a të baja me to, nuk kishte informacion. Unë s'dija as internet, as i gjana atë kohë. Isha, që që themi ne, tap topi. Edhe gruaja ime shkoi aty, ma tregoi një librin, Sekreti. Për pash ma Sekretin, unë niva direkte librin Sekretin, e pash në YouTube aty, po flishin ato pa shpjegoshin. E kishin dhe në YouTube edhe në libër. Unë e pash YouTube se ma tregoi ajo, edhe unë niva vetëm direkte me se kjo ka të baje me botën tjetër, se nëse nga Sekreti ani ishte fillimi ajo. Nga Sekreti ani unë fillova të studioja këtë fenomen, këtë gjë që është shumë interesante. Edhe nga libri Sekretit, unë po filloja të bëja praktikën e meditimit, edhe nga meditimi ani u zbuluan gjitha gjërat. Kjo ishte një nga historitë e mia e para, që ishte ajo fundamenti, që themi ne, sipërfaqja. Edhe në vitin tjetër do ju shpjegoj qysh kam vazhdu, çfarë ka ndodhur.
kjo ishte një farë sqarim që këtu filloi rruga ime me janë. Jo 100%, por kjo sikur kur u hap kjo eksperiencia që shkova në jashtë nga trupi 3 herë, ani fillojnë gjërat të afrohen. Për shembull, gruaja më tha për sekretin, ani fillova meditimi më çoi ke tjetra, edhe më doli eksperiencia. Edhe ani e kuptoj qysh edhe më dali dhe eksperjenca tjera, qysh ta baj këtë prapë, unë jo të ndali kjo mu si tip aksidenti, a kupton? Edhe ti ki edhe mos ndali ma. Më duhet të dija çfarë është kjo. Pse ndoli kjo mu. Edhe me për shembull që i ndodh shumë njerëzve, edhe kjo është diçka që të ndrodh lloj mënyre. Mu ndodhi ashtu që ndodhi, po ashtu ndoli mu. Nuk mbani as pasur as e gja, unë e bana vetë në pasur. Duke meditue, duke bërë këtë gjërat që u kap me botën tjetër prapë ndaj meditimit. Në vitën tjetër do ju tregoj për çfarë bëri meditimi edhe çfarë duhesha me bërë unë që me arrit në këtë moment ku jam sot. Ju falenderoj shumë edhe vazhdoni të një ditë shumë të bukur edhe ju shoh në videon tjetër. Mirupafshim.